Janë ende në pritje të dëmshpërblimit për përmbytjet e 6 viteve më parë, por shpresat që para do i marrin kanë të pakta. Të gjendur në këtë situatë, banorët e Malit të Jushit në zonën e Nën Shkodrës vjuan protestën si vetmi instrument për të reaguar, por banorët e Nën Shkodrës po shkojnë dhe drejt një qëndrimi të unifikuar. Ata thonë se do bojkotojnë zgjedhjet e 18 qershorit. Kjo se ne nuk morëm një përgjigje pozitive prej qeverisë shqiptare dhe prej politikanëve shqiptar, zgjedhjet u afrunen. Mos i shkojnë me një kuj se marrin një kokër votet në 13.500 familje që janë përmytuna. Nuk do votojnë kush në Nën Shkodër pa na lën rrugë zgjidhje për sa i takon dëmshpërblimit përmytjes. Se deri kur do të tallen këta qeveritar me popullin e përmytur, unë nuk e marr vesh. Unë dëm kam pas rreth 15 milion të vjetëra. Dhe si ki marr? S'kam marr, edhe është qesharaka, s'ka kotari cinizmi më i madh se sa thuhet do t'japim bujqësi. Edhe i fëmijë 3 vjeç e dinë se bujqësia në dhjetor s'ka pas dëm, dëmja shumë i vogël në bujqësi. Dëmi i madh ka kënë në familje. Janë 13.500 familje të njësive administrative Bërdic, Dajç, Velipoj, Ana e Malit, Bushat dhe një pjesë e zonave periferike të Shkodrës, që u dëmtuan nga përmbytjet e 2010-2011, por deri më tani kompensimi i tyre ka shkuar në masën 49% për bujqësinë.